Nga imazhi i nënës model të realiteti i hidhur, problemet pafund të fëmijëve të Valbona Selimllarit. Prej vitesh, Valbona Selimllari ka ndërtuar figurën e saj si një nën model. Në intervista të shumta, ish Miss Shqipëria ka rrëfyer shpesh për kushtimin e saj në rritjen e fëmijëve, duke theksuar se i ka mësuar me vlera, disiplinë dhe dashuri. Për publikun, ajo ishte shembulli i një nëne që kishte arritur të kombinonte suksesin në karrierë me edukimin e fëmijëve të saj. Por ngjarjet e fundit tregojnë një realitet krejt tjetër. Dy djemtë e saj, Deni dhe Kenny, 21 dhe 18 vjeç, u arrestuan nga policia e Tiranës pas një episodi të dhunshëm ndaj një efektivi të rendit. Sipas policisë, ata jo vetëm që sulmuan punonjësin gjatë detyrës, por pas shoqërimit në komisariatin e R2, shkaktuan dëme serioze duke thyer kamerën e sigurisë, dëmtuar derën e dhomës së shoqërimit dhe kërcënuar efektivët e pranishëm. Ky nuk është incidenti i parë ku djemtë e Selimllarit përfshihen. Në disa raste të tjera, ata janë përmendur për sjellje problematike, gjë që bie ndesh me imazhin e qetë të disiplinuar që Valbona ka ndërtuar për familjen e saj. Krahasuar me rrëfimet e saj publike, ku shpesh është shfaqur si një nën që i ka rritur me mund dhe edukuar me moral të fortë, realiteti duket më i hidhur. Fëmijët e saj po bëhen gjithnjë më shpesh protagonistë të ngjarjeve që përfundojnë në polici e prokurori. Tashmë, materialet për rastin janë dorëzuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë, ndërsa opinioni publik mbetet i ndarë mes imazhit të ndërtuar prej viteve dhe realitetit që po del në pa. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!